Hidrografia e Shqipërisë. Disa veçori të përgjithshme të hidrografisë. Vendi ynë ka pasuri të mëdha ujore, të cilat lidhen me pozicionin gjeografike, pra vendodhjen e vendit tonë, lidhur me detet, me oqeanin, me klimën, me largësinë nga ekuatori dhe polet, kushtet klimatike, pra klimën e lagësh, relievin e thyrë. Kjo lidhet me relievin i cili është më i lartë në lindje të vendit tonë dhe më i ulët në perëndim, dhe lumenjt tanë nuk shkojnë dhe derdhen në shtete të tjerë dhe të shfrytëzohen nga ata, por vinë dhe kalojnë mes Shqipërisë dhe derdhen në detin Adriatik dhe jonë dhe përdoren nga ne. Përhapjen e shkëmbimeve të përshkrueshëm. Shkëmbim të përshkrueshëm nga uji janë shkëmbim gërqëror, dhe ata kanë një përhapje të madhe në Shqipëri. Këta shkëmbim ndikojnë që sasia e madhe e ujrave në dimër të depozitohet në brendësi të maleve dhe ajo të jetë si punizim, si burim i këtyre lumenjve gjatë periudhës së tjetër të vitit, ku nuk ka reshk. Dhe veprimtaria e njeriut i cili ndërton basenet nga ujore, siç janë qenet hidrocentrale. Rrjeti hidrografik i vendit tonë ka shpërndarje të pabarabartë. Pra, si shikojmë hartën, nuk ka të njëjtën dëndësi të rrjetit hidrografik në çdo pjesë të Shqipërisë, si dhe luhatjet në nivelit të tij. Pra, lumenj ka luhatje, nuk ka të njëjtën sasi uji si në dimër apo të njëjtën sasi ta kenë edhe në verë, sepse varet shumë nga rreshjet e shiut dhe nga shkrilja e dëborës. Hidrografia e vendit tonë paraqitet në formën e deteve, liqeneve, lagunave, lumenjve, përrenjve, burimeve, ujëra në toksor, hidrografi artificiale, pra e krijuar nga njeriu. Cilët janë detet që lagin përgjigjet shqiptare? Dy janë detet, është ky deti dhe ky. Si quhet ky det? Adriatiku, po ky Joni. Të dy këta dete ndahen nga njëri tjetri nga kanali i Otrantos, 72 kilometra. Që lidh kepin e Gjuksës me Barin dhe Prindësin në Itali, ose Florën me Barin dhe Prindësin në Itali. Cilët janë veçoritë e deteve në vendin tonë? Fillojmë fillimisht me detin Adriatik. Krypësia është 38 për 1000, jo përqind, po për 1000, që do të thotë në 1000 mililitër apo gram, ose në 1 kilogram, në 1 litër ujë, kemi 38 gram kryp. Thellësia maksimale është 1589 metër, pak a shumë në perëndim të Shkodrës apo Lezhës. Tipi i bregdetit është çfarë lloj bregdeti ka deti Adriatik? Pranor apo zhavor? Me zhavor të ulët apo thepisur? Është bregdet grumbullues, në cilën reliefi është i ulët dhe grumbullon aluvionet detare dhe deti kryesisht përparon, pra toka kryesisht përparon drejt detit, toka përparon drejt detit për shkak të aluvioneve që sillin lumenj, pra prurjeve të ngurta. Gjiret, plazhet i kemi ranor, cilët janë plazhet e detit Adriatik. Ne njohim shumë, por disa janë Velipoja, Shëngjini, Durrësi, Djaka, Vlora e tjerë, tu më përmendi edhe shumë të tjerë, Tarzeza, Semani e të tjerë.
Gjiri i Drinit, gjithë ky është gjiri i Drinit, për shkak sepse këtu në vendin ku kemi kursorin, atëherë është derë diku Drini i vërtet, ose që e kemi sot Drini i Lezhës. Gjiri i Durrësit, pra qyteti i Durrësit, i gjithë ky gjiri është gjiri i Durrësit. Gjiri i Vlorës, pra qyteti i Vlorës kemi gjirin e Vlorës. Kepet, janë kepi i Rondonit, nga më të njohurit. Kepi Bishti i Pallës, kepi i Gjukës, në Gatishun e Karaburunit. Portet, cilët janë portet e detit Adriatik? Më kryesori është porti i Durrësit dhe më i madhi, pra porti i Durrësit. Por kemi portin e Shëngjinit dhe portin e Vlorës. Lagunat janë ku ne bajim, ku kemi kursorin këtu ku derdhet Drini i Lezhës. Laguna e Patokut, e cila po shkon drejt Moçalisimit, sepse është me një thellësi rreth 0.5 metra. Dhe dim që lagunat janë nga 1.5 deri në 0.5 metra, dhe më dalë pasaj kalon në Moçalisim. Laguna më e madhe e vendit tonë, laguna e Kërvastas, laguna e Nartës, laguna e Vilunit. Këto janë lagunat kryesore të detit Adriatik. Kalojmë në veçoritë e detit Jon. Kryqësia 39/1000, nga 38 që ishte deti Adriatik. Thellësia maksimale 5120 metër, nga pak a shumë 1500 metër që ishte deti Adriatik. Pra 1500 Adriatiku, 5100 deti Jon. Tipi i bregdetit është i lartë, pra shkëmbor. Tekdukshmëria duke krahasuar me Adriatikun është më e lartë. Plazhet e detit Jon, cilët janë, ne njohim disa, ja i themi Palasa, Dhërmiu, Imara, Borshi, Saranda, Ksamili e tjerë. Gjiret janë gjiri Grakmës, Sarandës dhe Ftelias. Grakmës, Sarandës dhe Ftelias jemi kohër në fund fare në kufi me Republikën e Greqisë. Kevistilos dhe gjiri Ftelias janë në kufi pranë kufit me Republikën e Greqisë. Portet, cilët janë portet e detit Jon? Dy janë portet e detit Jon, Imarës dhe Sarandës. Laguna e vetme është laguna e Butrit. Tani kalojmë tek liqenet. Si i grupojmë liqenet sipas origjinës së formilit? Cilët janë tipet e liqeneve? Tektoniko-karstik i kemi shnuar me ngjyrë të verdhë. Janë tektonik për shkak të uljes së relievit dhe karstik, pra me origjinë dyfish, sepse ka vepruar veprimtaria e karstit. Do thotë e tretis së ujit në shkëmbim karbonatik këqëror. Cilët janë liqenet tektoniko-karstik? Ta e njëkohësisht dhe më të mëdhenj dhe më të thellët, edhe në Ballkan, edhe në vendin tonë. Liqeni i Shkodrës, liqeni i Ohrit, liqeni i Presës Madhe, liqeni i Presës Vogël, por me origjinë tektoniko-bregdetare është dhe liqeni i Butritit. Vazhdojmë të liqenet bregdetar. Të liqenet bregdetar i njohim ndryshe si laguna. Laguna e Vilunit, unë e Vajinit, Patokut, Karvastas, Nartës, Pashalimanit dhe Butrinit. Liqene akullajor gjenden kryesisht në lartësi mbi 1600-1700 metra me nivelin e detit. Kemi kryesisht jemi dhe në grupe portëvejlje dhe në formë eliptike apo trumbullake. Në Jezerc,
Në Gash kemi shumë, Lur, Bashkë, Martanesh, Palamar, në Granos e të tjerë, kemi dhe malet të tjerë. Pra edhe liqenet të tjera nga jo në malet të tjerë, por në kryesor janë të fisamtarë. Liqenet karstik, i kemi liqenet që gjenden në Belsh, sepse relievi aty është përbërë nga ndërtimi geologjik nga gipse, i qestijes, mërhojës, Belsh e shumë të tjerë. Liqeni artificial të krijuar nga dora e njeriu. Liqenin e Valltejës, Komanit, Thjerthës, i kemi dhe hidrocentrale patjetër, Ulca dhe Shkopeti centrale, Povilla që shërben për ujë që përdoret në qytetin e Tiranës, Thanës përdoret për ujitje, Banjës si hidrocentral, Kurjanit si për ujitje, por kemi edhe në Bistris e të tjerë. Pra kemi shumë liqene artificiale. Herë këta liqene nuk do t'i ngatërrojnë edhe me rezervuarët. Edhe rezervuarët përdoren për ujitje. Pra dhe ata kanë një basen, dhe ata kanë një digë e cila mundëson mos largimin e ujrave shiu. Ato rezervohen dhe nevojite për ujitje në stimën e verës kur kemi rreshi. Disa të dhëna liqenet Prespa me 853 metrë në arsim qytetar është liqeni më i lartë tektonik në tronë shqiptare. Pra tektonik. Liqenet i Shkodrës është më i madhi në Shqipëri dhe Ballkan, 368 km², por nuk shumë i thellë, 24 metrë, i Ohri me sipërfaqe pak më të vogël, 363, por është më i thellë në Shqipëri dhe Ballkan, 295 metrë, pra 300 metrë. Prespa e madhe 285 km², është madhe, sipërfaqe, thellësi 24 metrë. Prespa e vogël 44 km², pra është i vogël, por ai shkon drejt moçalizimin dhe vektërimit të linjës kinetik. Liqeni i Shkodrës është liqen kriptodepresiv, pra fundi i liqenit është në nivelin e detit, kurse sipërfaqja e tij mbi nivelin e detit. I thellë i Ballkanit tillë. Veti të tillë kanë liqenet e mëdha në Amerikën Veriore. Liqenet artificiale përveç përfitimin ekonomik për hidroenergji, pra direkt në energjinë, kanë dhe efekt rregulator në progrelumin dhe parandalimin e përmbytjeve. Në rast se nuk do të ekzistoni këta liqene, kur kemi sasi të lartë të rreshjeve, atëherë zonat ku ata kalojnë, si lumen, do sillnin përmbytje të mëdha. Cilët janë lumen kryesor të vendit tonë? Drinë, Puna, Mati, Ishmi, Erzeni, Shkumbini, Semani, me qytetet e tij Devollin dhe Osumin, Vjosa, e kalojnë në detin Jon, Kalasa, Bistrica dhe Pavla. Pra Kalasa, Bistrica dhe Pavla. Pavla shumë të shqipjet, Bistrica, Kalasa, Vjosa, Semani, Shkumbini, Erzeni, Ishmi, Mati, Puna dhe Drini. Drini përbëhet nga dy degë, Drini i bardhë, i cili buron nga malet e Shklevit në Kosovë, dhe Drini si i cili buron nga liqeni i Ohrit dhe kalon mes qytetit Strumës. Mati buron nga Buna me ujra nga liqeni i Shkodrës, por njëkohësisht merr dhe ujrat e lumit Drin. Pra lumi me prurje më të madhe në Shqipëri është lumi Punë, për shkak sepse merret dhe ujrat e lumit Drin. Kjo është Buna me ujrat e liqenit Shkodrës, por edhe të Drin.
Kalojmë me Matin. Mati buron nga mali i Katinës, pranë Martaneshit. Ishin i ka fillesat me numrin e Tiranës dhe Laprën. Erseni nga marrësia e Shëngjerdit pas malit Dajthë. Shkumbini buron nga marrësia e Valamarës. Semani, i cili përbën nga Pyteksa, Tevolli, i cili buron nga marrësia e Moravës, dhe Osuni, i cili buron nga marrësia e Bifkuqit. Vjosa, e cila buron nga malet e Pintit në Greqi. Tre numrit e tjerë janë të rejit të detit Jon, Kalasa, Bistrica dhe Palla. Bistrica është edhe hidrocentral. Disa veçori të tyre, gjatësia, lumi me gjatë të shdrini dhe lumi me prurë më të dha është puna. I vetëm që në ndrohet është puna. Flasim për hyrjen në të disa linja të tonazhit relativisht të madhe. Cilat janë përbashkëta dhe veçantitë e detit Adriatik dhe Jon, do t'i punojmë. Tu kemi disa përbashkëta, janë detit të Mesdheut, larg ngritje perëndimore të Shqipërisë, janë formuar nga fondësi tektonike. Deri në ta lumej që marrin ujëra vetëm nga trojë shqiptare, kanë një apo më shumë laguna, kanë plazhe të shumë, vizuar nga kanali Otatos e të tjerë. Pra, ne mund t'i plotësojmë. Lumi Drinzi buron nga mali, malësia për Qeni, Drini i Zi. Ohri. Lumi Puna buron nga mali, malësia e Qeni, Puna. Shkodrës. Lumi Madh buron nga mali, malësia e Qeni, Katinës. Lumi Erzen buron nga mali, malësia e Shëngjerdit. Lumi Shkumbin buron nga mali, malësia e Valamarës. Lumi Tevoll buron nga mali, malësia e Moravës. Lumi Osun buron nga mali, malësia e Bifkuqit. Lumi Vjos buron nga mali, malësia Pintit. Kemi hartat të rrjetit hidrografik të Shqipërisë dhe hartë e plotësuar e rrjetit hidrografik lumejve, disa liqeneve në Pliton. Sëri, hartë, puna paraqite, lumej, kryesor të vendit tonë. Ja dhe hidrocentralet, Tjezës, Komonit, Vavudejës dhe Ashta. Ashta 1 dhe 2 janë hidrocentralet Veli, Ulza dhe Shkopeti. Banja, Polica, Moglica, Legarica, Sasa, Bistrica e të tjerë janë disa nga hidrocentralet më të mëdhenj. Për selit në hartë, kemi paraljelin, lumejt dhe liqenet kryesor të vendit tonë.